Bora, çfarë informacionesh ke pikërisht për aktivistët që ndodhen tashmë në Turqi dhe janë në pritje të largimit në vendet respektive, përfshirë këtu dhe shqiptarin Goxha apo jo? Situata orë me orë ndryshohet dhe kinë minges me punimin e Ministrisë Jashtme të Turqisë edhe me Ministrin Zoti Hakan Fidani ka komunikuar me të gjithë institutet edhe 4 aeroplan nga Turkish Airlines janë bërë gati për të kaluar në Izrael, në aeroportin Izraelit edhe atje kanë filluar aktivistet avash për të çuar në aeroportin të Stambollit. Shumë aktivist ka nga të gjithë shtetet, vetëm nga Turqia jo, nga Shqipëria, nga Australia, nga Brezile, nga çdo vende, shumë njerëz kanë ardhur, edhe shumë janë aktiv, sepse edhe nga Amerika ka, nga Malajsia, nga Argentina, nga të gjithë vendet, 420 aktivist, edhe këta po vinë herë me herë në Stamboll, vetëm aktivisti Goxhaj akoma nuk ka ardhur në Stamboll, kështu një lajm nuk na ka ardhur, vetëm neve po presim, sepse disa lajme kemi marrë, Baki Goxhaj, aktivisti nga Shqipëria, nga Vlora, ky Edhe njerë ta saksoj pak... Edhe Ministria e Jashtmes të Shqipërisë, edhe konsulata edhe ambasada në Izrael, po përpiqen të transferohet sa më shpejt. Bora edhe njerë të lutem ma sakso këtë, se ne informacionet është që ai ka mbritur në Turqi. Pra ju po thoni që nuk keni ende një konfirmim që ka mbritur apo jo në Turqi? Jo, për këtë moment nga ana ime nuk kam.